Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtunë në emisionin Hynesha, si zakonisht me ju jam unë Elvana Shala, e sonte do të flasim me një hynesh tjetër, me një personalitet që jep një kontribut shumë të veçantë në aspektin e shëndetit mendor. Me mua dhe me ju sonte është Ibelinda Halili, psikologe klinike, e cila do të bëj hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. Pra për të faktit që e njihni si një psikologe shumë të suksesshme, do ta njihni edhe personalitetin e saj përmes kartave. E dashur, përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit shumë për ftesën, mirë se ju gjeta, kënaqësi më bashku me juve. Shumë kënaqësi me të pas në këtë emision, tregom si je në këtë të shtunë. Mirë, jam shumë si zakonisht, po ndina mirë. Na ke ardhur në studio me plot pozitivitet, po shpresoj që edhe emisioni do të rrjedhë në këtë formë. Unë e thash në hyrje të emisionit që do të bësh hapjen e kartave të jetës tënde në 3 perspektiva, por para se të vim tek kjo pikë, zakonisht të gjitha hyneshat i rikthejnë në retrospektiv si kanë qenë ato kur kanë qenë fëmijë. Në këtë rast, çka kujton nga fëmijëria e saj Ibelinda? Unë e kujtoj shumë e vogël, edhe nga njerë kur bi në familje, ndonjë ndodhi familjare, dikon ndoshta edhe moshën 3 vjet, ose nga njerë mendoj që edhe ma e vogël kam kujtes. Nuk po flas për kujtes vivide, po flas për copza të kujtesës. Edhe zakonisht në fillime e kam pasur edhe një farë dileme, sepse nga njerë thonin, po nga nxorret i këto se kemi diskutu, se për gjëra që janë diskutu e përveshnin atributin e ngjarjes e përveshnin të rriturit, duke thënë se e kemi nda këta në familje, nga që e kemi biseduar e din. Mirë, po nga njerë kam pruar dhe gjërat cilat nuk kanë qenë koshient, për shembull as prindrit e mi, që jam person me një memorie të jashtëzakonshme. Si ka rrjedhur kjo? Si ka ndodhur kjo? I ke ngjarë dikujt apo është thjesht dhunti? Nuk e di, a i kam ngjarë a është dhunti. Unë ma shumë mendoj që ka qenë edhe ndoshta pjesa e fëmirisë time se si jam rritur. Kam qenë një fëmijë jashtëzakonisht i stimuluar prej 2 prindve, fatmirësisht edhe fatkeqësisht jam fëmija i madh. Se fëmijët e mdhej kanë një Dy lloj privilegjesh. Po, edhe ato që rriten para kohës, edhe mbushen me përgjegjësi ndoshta të cilat as pak nuk ju takojnë, as nuk është dashur me i pas. Edhe të njëjtën kohë që ekskluzivitetin e prindërve e kanë për vete. Natyrisht. Tregona pak copëzat të fëmijërisë tënde, çfarë tipi ke qenë, cilat dëshira i ke pas, çfarë aspiratash për jetën, sa ke mujt me i realizu ato në moshën e rritës edhe në këtë moment që po flasim? Nëse më pyet mua dhe më thonë që nëse do ishe kthyer mrapa, çfarë do kishe ndryshuar nga jeta dhe fëmijëria jote, absolutisht asnjë gjë. Me thënë, i kam bërë gjërat me radhë, i kam bërë gjërat në moshën e caktuar dhe nuk do të kisha ndryshuar asnjë gjë. Gjykuar nga gojdhëna që i bjen ime më, kam qenë fëmiu më i lëvizshëm që mund të mbahet mend. Kam qenë fëmijë që ka bërë qap këndlëqe prej më të ndryshmeve, që e ka pas shumë të vështirë, do me thënë të mirët me mua në kuptimin e plotë të fjallës për gjatë gjithë kohës. Ndërsa në që se i referon im atë, kam qenë fëmijë shumë kurioz, kam bërë shumë pyetje edhe kam pas tendencë të argumentoj, do me thënë që në moshë të re. Kam pas prirje të jashtëzakonishme artistike, që i ruaj dhe sot, po i bëj Çfarë pjesë të artit? Unë vizatoj shumë bukur dhe shkruaj. Gjë që po e ndoj ekskluzivikisht me juve, nuk është në dieni që nuk ka bëj asë njeri për shkrimet e mia. Jo në të mia dhe i bëj me fshetsi. Se, nuk i ke publikuar asnjëherë? Jo, nuk i kam publikuar dhe mendoj që janë kaq të ndjera dhe janë kaq pjesë potente e jetës time, sa që nga njerë dhe i ruaj me Çka shkruan Belinda më shumë? Ese? Shkruaj poezi, do me thënë, edhe nuk po mund ta quaj ndoshta fillimin e ndonjë proze mirë, po ka dhe copëza të tilla. Pas moshës 20 vjeçare biles kam shkruar intensivisht. Ndër moshën 20 vjeçare, edhe për shkak të kushteve, luftës e gjërave tjera, kanë qenë si memoare të ndara për një epokë të caktuar dhe mandej, ose për një ngjarje të caktuar dhe mandej kanë ardhur si të kombinuara disi. Mirë, po këta nuk e kam do asnjëherë. Rrjedhin astyrshëm e nuk e di si më erdhi. Nga një vajzë super kurioze, çapkëne, që ke bërë krejt çka ke dashur në familjen tënde.
sot je psikologe klinike. Zakonisht psikologët cilësohen si njerëz të qetë nga familja e tutje. Nga ky ndryshim, do me thënë, prej asaj dhuntisë së artit, pastaj që të merresh me art, me vizatime, me shkrime herë pas here, je në fakt psikologe. Pse ky ndryshim? Pjesa artistike e kam ditur dhe e kam njojtur gjithmonë të vetja që do ta ruaj si pasion. Që është diçka e imja dhe më mjafton mua, më përmbush mua. Pjesa e profesionit ka ardhur shumë më vonë. Unë kam studiuar letërsinë angleze. Kam qenë koke këmbë e dashuruar me Hardin, me Bronten dhe me Jane Austen, që kanë qenë ndoshta personazhet më potente të rritjes së zhvillimit tim. Ndoshta këtu ka gjenezë dhe pjesa e shkrimit. Po kaq shumë pasionate kam qenë për letërsinë botërore dhe letërsinë anglosaksone në veçanti, saqë kam njojtur ndoshta të gjitha poezitë, në gjitha shkrimet, gjitha potencën e librit nuk më ka munguar asnjëherë. Unë fatkeqësisht nuk e kam një pjesë të caktuar, por kam trashëguar një bibliotekë jashtëzakonisht madhe nga gjyshi, po gjatë luftës është kogja është dëmtu. Edhe kom qenë ai fëmiu kurioz që kohën më të madhe ka kalu në mes 4 mureve me libra. Edhe si duket kur jam mbushur me energji të mjaftueshme, mandej kam kalu në pjesën tjetër dhe kam bërë rrëmuja. E kam balansuar disi. Është dash dikon me qitat energji. Saktë. Dhe psikologjia ka ardhur shumë natyrshëm në një moshë bajagi të pjekur. Pothuaj se kam përfunduar literaturën angleze kur kam filluar me studiu psikologji. Dhe ka qenë vokacion, po themi. Unë jam rrit në një familje që kom pas fatin e mirë, mi pas prind të dy lëmive të ndryshme. Im atë ka studiuar filozofi dhe nëna ime është profesoreshe fizikës, kështu që kam qenë në dy polaritetet të skajshme. Komplet e kundërta me ty. Sakt. Rritur në rregulla strikte që pjesa e fizikës kuantike, gjërave të tjera që i ka studiuar gjatë gjithë jetës, ka tentuar të krijoj një personalitet të rregullt, me po themi me Strikt. Dhe strikt, po dhe të përgjegjshëm në pika të skajshme, domethënë. Dhe i atë bohem në kuptimin e plotë të fjalës, më thënë person që unë tash e sa vite bëj në atë shtëpi dhe nuk e kam një ditë të vetme që jam zgjuar nga gjumi dhe nuk e kam gjetë im atë me libër në dorë, duke lexuar ose duke shkruar. Dhe ka qenë tipi i njeriut që ka dhënë arsye, ka qenë zëri i arsyes në çdo haptimin. Ti mundesh, ti ja del, ti e bën këtë, ti domethënë për çdo ndërmarrësi time dhe atë më pak të përshtatshëm, ndoshta edhe me të çmendurën, që në fëmijërinë e hershme ka qenë një farë shtytje. Po se po krah i fort, po nganjëherë dhe zërit cilin e kisha vështirë ta verbalizoja. Unë e ndjeja ndoshta një pasion të caktuar, por e kisha vështirë për shembull t'ia them dikujt, se ime më ka ditur që në pika të caktuara të ndaloj dhe të thotë që kjo nuk bëhet dhe kaq. Dhe nuk të ka dhënë shpjegim tutje pastaj. Vetëm jo. Ndërsa ndoshta kjo ka qenë mënyra më e mirë se si unë jam balancuar dhe jam përgatitur mandej për jetën. Ndoshta për jetën po se po, por dhe për profesionin. Në krahun e nanës kam trashëguar të pjesën e përgjegjësisë të madhe. Edhe në krahun e im atë kam trashëguar pjesën që duhet të eksplorosh, dhe ndoshta kjo është potenca kryesore në profesion, që unë jam shumë kurioze për të njëjtur, për të kuptuar dhe për të bashkëndjerë me njerëzit, dhe ana tjetër që unë çdo punë cilën e bëj e marr me një përgjegjësi ekstreme, po themi. Ndoshta nganjëherë dhe mendoj që e kam dhe ekstremisht të tepruar përgjegjësi në shumë gjëra. Një pyetje të fundit në këtë pjesë të parë, cilat flan sot më shumë? Letërsia angleze apo psikologjia, profesion të cilin aktualisht je duke e ushtruar?
Letërsia është pjesë e pandashme e jetës time. Unë edhe njihem në të gjitha qarqet edhe njerëzit që rrinë e bashkëpunojnë me mua një person që lexojnë ekstrem shumë. Dhe unë mendoj që pjesa e të studiuarit gjuhën dhe letërsinë angleze më ka krijuar bazën më të bukur që mund t'ja krijosh një njeriu, shprehit për të pasur rahati me ndajt me veten tënde. Dhe unë asnjëherë nuk jam me vetmune. Asnjëherë në jetën time nuk ndjej vetmi të thellë, sepse jam gjithmonë e shoqëruar me libra, po dhe me njerëz shumë të dashur, si pasojë e ndarjes këtyre përvojave. Ndërsa psikoterapia është diçka për të cilën unë kam punuar fort, punoj çdo ditë të jetës time, edhe të bërit psikoterapi është profesioni që më pakti më jep ndjesi të lodhjes në aspektin profesional. E shijoj kaq shumë dhe profesionin e psikologës nuk e kam thjesht profesion, unë e kam pasion, cilin e ushqej çdo ditë që marr frym. Mirë, e dashur, do të kemi edhe shumë çka për të biseduar në pjesët e ardhshme të këtij emisioni. Është koha për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio që këtë emision ta nisi me një pikë muzikore, ndërkohë që ju asesi mos u largoni nga valët e Radio Kosovës, sepse pas pak i Belinda Halili do të bëj hapjen e kartave të jetës së saj. Qëndroni me ne. Me së dashur të Radio Kosovës, jemi rikthyer sërish në studio. Është koha tani për hapjen e kartave të hyneshës sime personte i Belinda Halili. E dashur, e gati. Po. Zgjedhë një kartë nga e kaluara. Me të mesit i Belinda. Po. Çfarë e ka nxitur këtë reagim? Në të kaluarën tënde sigurisht keni pasur raste dhe situata ku keni reaguar, qoftë në aspektin pozitiv, qoftë në atë negativ. Ke ndonjë situatë të caktuar që të kujtohet për momentin ku ti ke reaguar fuqishëm, edhe pse? Po, e ngrej zërin nga njerë për çështje që nuk më takojnë, po i ndjej. Dhe jam pasionante që të mbroj për shembull njerëzit në situata të caktuara, kategoritë e caktuara të shoqërisë, dhe njihem shumë për një pjesë time që punoj jashtëzakonisht shumë për ruajtjen e ambientit. Me thënë, jam person shumë i zëshëm dhe nganjëherë reagoj fuqishëm për shembull kur shoh dikën që e qet një kanaçe në rrugë ose një shishe në rrugë. Më kujtohet një herë në shesh kam ndjekur një zotëri nga prapa për një shishe plastik. Dhe i kam mbajtur një leksion që nëse më pyet ta kthej kohën prapa, nuk ka qenë i nevojshëm. Unë i kam treguar që e di se sa kohë duhet për tu më shkatruar kjo plastike, e ke pak në si me thënë, e ke pak në sedër gjestin që e bëre e tjera, dhe kuptoj që ka qenë kaq i shokuar. Si ka qenë reagimi i personit të është shtongur, sepse unë nuk është që ngrita zërin, se njihem si person që nuk e ngri zërin dhe nuk bëj zhurëm, por në qoftë se të qoj hallin, unë vaj hallin për ty pastaj, sepse kam këtë ndoshta strukturën e të komunikuarit e kam shumë e kam shumë të pasuruar dhe mandej të qep me argumenta që nuk ke gati ambash. Dhe ka qenë e panevojshme, Elvana, ka qenë shumë e panevojshme. Dhe ka qenë në një farë mënyrë edhe një kërcënim për zotriun e fjalë, që nëse na dëgjon ndonjëherë dhe i ka rastisur të më njoh, kërkoj falje. Gjithsesi shumë e bukur sepse në fund të ditës ti ke reaguar për të mbrojtur ambientin, diçka që nuk është fort e zakonshme te ne dhe nuk bëhet, reagime të tilla nuk bëhen zakonisht, por mirë është Elon, po ju çepa nga mbrapa, po shishe plastik dhe fare lehtë mund ta merrja dhe ta hudhja unë në kosh. Gjë që e bëj tani, nuk është që nuk e bëj. Shoh që nganjëherë ju bin njerëzve gjërat ose e bëj tani pa reaguar fare. Sepse e di që planeti jonë, toka jonë, ambienti jonë nuk është obligim i njërit, është obligim i të gjithë neve, dhe ata që janë të ndërgjegjësuar e ruajnë dhe për ata që nuk janë të ndërgjegjësuar. Por në një farë forme pas ke marrë mësim edhe për veten që disa reagime nganjëherë nuk duhet bëhen, s'është e nevojshme të bëhen. Ka qenë ndoshta dhe kur kthej kohën prapa dhe mendoj, ka qenë ndoshta një nga gjërat më të bukura, edhe që zotriu në fjalë nuk ka reaguar fare. Më thënë, e pa që të gjitha gjërat që i lestova unë, si duket, dhe tha ndjes, po e bëra, thjesht e bëra. Mirë, çka thotë tashmë në këtë pikë, zgjedhë një kartë. Nga e kuqja, po.
Zhvlerësimi është një mekanizëm mbrojtës në të cilin krijohet një opinion tepër negativ për veten, të tjerët ose rrethonat. Siç është besimi, gota është gjithmonë gjysmë bosh. Kur dhe si e përjetoni zhvlerësimin si mekanizëm mbrojtës? Ka pasur nevojë që të ndalemi tek shembulli që është dhënë këtu, të ka ndodhur ndonjëherë që të ndihesh e zhvlerësuar në jetë? Nga të tjerat, jo, sepse unë ndoshta kam ndjerë që nuk po më kuptojnë, ose ndoshta kam ndjerë që nuk po mund të më qasen për x arsye, mirë po është vlerësuar jo, sepse këtë gjë e kam ndërtuar mirë te vetja ime dhe më ka ndihmuar jashtëzakonisht profesioni. Unë në vlerat e mia që kam, dhe për ato që ndjej dhe jam përgatitur, nuk është se i vartë te opinionet e të tjerëve ose te vlerësimet e zhvlerësimet e të tjerëve. Është e çuditshme, po mund të më thuash sa të duash, ti biesh në pikën që për shembull kjo nuk bëhet e kjo nuk thuhet e kjo nuk duhet, unë mendoj shumë para se të flas, edhe ndjej shumë si person. Edhe E që intuitun e ke shumë zhvilluar dhe bazohesh në të. në ekstrem, është nga pikat e mia më të forta. Edhe pjesa e vlerave të mia është diçka e ndërtuar. Nuk është diçka që unë i kam marrë kuturu edhe i kam fut te vetja ime. Jo, i kam të ndërtuara dhe për këtë pjesë mandej nuk është se ngelem dhe për shembull e var në opinionin e dikujt ose mendimin e dikujt ose ndjenjen e dikujt. Jo, Ndërkohë që ty të ka ndodhur që ta përdorësh zhvlerësimin si mekanizëm mbrojtës ndaj dikujt tjetër? Jo, asnjëherë të vetme. Unë mund t'jap një opinion timin, zakonisht mund ta bazoj në diçka që është shumë faktike, mirë po ta zhvlerësoj dikën pse unë mund të ndjehem inferiore ose mund të ndjehem e padjejnë karshi dikujt ose e pazoja ose gjëra të tilla, jo, në asnjë mënyrë, sepse e kam shumë mirë të ndërtuar pjesën që secili nga ne është individ në vete. Dikush ka një dhunti të caktuar për të cilën unë mund ta komplimentoj, ta admiroj dhe për shembull nëse e kam nga afër, e shijoj, unë jam person që i shijoj, domethënë jashtëzakonisht shumë gjërat, dhe shijoj për shembull një dhunti, një muhabet të mirë, një ndarje të një eksperience, por të gjykoj, të zhvlerësoj, të paragjykoj, domethënë absolutisht nuk janë në vokabularin. Nuk e di pse po më vjen natyrshëm të bëj një pyetje, cili është mendimi yt për njerëzit që thonë unë jam ky që jam dhe nuk ndryshoj. Edhe në aspektin psikologjik, po edhe kështu si personi. Neve ndryshojmë çdo ditë. Kush thotë që unë nuk ndryshoj është shumë ignorant. Domethënë është nga thënjet më ignorante që mund të kem dëgjuar ndonjëherë dhe që na rastista e dëgjojmë shpesh. Neve ndryshojmë çdo ditë. Personaliteti është çështje e cila formësohet gjatë gjithë jetës. Është një tipar i joni që formësohet gjatë gjithë jetës. Dhe nuk mundesh me thonë që nuk ndryshoj. Unë nuk jam i Belinda që kom qenë në moshën 18 vjeç, në moshën 28 vjeç dhe tani në moshën që jam. Më thënë, kam përmirësuar shumë gjëra për të cilat ndoshta në moshën 20 vjeç kam qenë shumë kokfort dhe kam thënë që nuk e bëj dot, për shembull, ose nuk dua ta bëj. Edhe nëse më vije mirë, për shembull, kam thënë që nuk dua ta bëj. Mirë po, personalitetet rigjide janë personalitetet të cilat nuk rriten. Personalitetet fluide të cilat dhe elastike, ndoshta më shumë se sa fluide, janë personalitetet të cilat rriten jashtëzakonisht shumë. Për shembull në krahun tuaj, unë kam ndoshta nderin dhe kënaqësinë të mësoj të flas në një dimension që më konekton mua me personin që nuk ka nevojë të jap një këshill profesionale, për shembull, nuk ka nevojë të diskutoj gjërat të cilat ndajmë profesionalisht. Ne të dyja jemi gra dhe po ndajmë një mundësi për të njohur njëra tjetrën në dimensione të ndryshme. Dhe këtë pjesë e shijoj, pavarësisht që janë, domethënë zhvlerësimi, paragjykimi e tjera janë pjesë shumë të pashëndetshme të komunikimeve tona në bazë ditore. Dhe kudo ku jam mundohem të paktën, sepse profesionalisht edhe punoj shumë për paragjykime, mundohem që jashtëzakonisht të jem zë në komunitet, zë shumë po themi jo i lartë në kuptimin e vullumit, po i lartë në kuptimin e dhënies së mesazheve që
duhet me u zbe pjesa para gjykimit deri te pjesa që i zhdukin fare. Natyrisht. Çka thotë e ardhmja dhe e fundit për këtë raund? Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një qëllim për cilin do të punoni, cili është hapi i parë që do të ndërmerrni për të arritur këtë qëllim. A ka Belinda në një të ardhme shumë të afërt një qëllim për cilin është duke punuar apo do të punoj, dhe cili është hapi i parë që do të ndërmarrësh për të arritur këtë qëllim apo që tashmë e ke ndërmarrë? Ndësha një prej nuk e di a mund ta quaj qëllim, sepse qëllimet i kam më afat shkurtra dhe punoj për to në baza ditore. Mirë po, kjo ndoshta është më shumë se sa qëllim, është mision i jetës time dhe punoj për të çdo ditë që duhet me ngre zërin dhe me diskutu jashtëzakonisht shumë për shëndetin mendor. Në komunitet jam ndoshta person i cili nuk lodhet asnjëherë duke punuar, duke gjetë forma, duke ndërtuar modalitete për me sensibilizu opinionin publik që nuk është turp me shku te një punojës i shëndetit mendor, qoftë psikologu, qoftë psikiatri, sepse është me keqardhje pe them, po është hala shumë e sikletshme, shumë e turpshme. Edhe temë tabu. Edhe jashtëzakonisht paragjykohen në fjalën e plot para gjykim, në qoftë se i adresohen kërkesës për me marrë një shërbim te punojësit e shëndetit mendor pa dallim, qoftë psikolog, qoftë psikiatër. Shumë e vërtet. Gjithsesi, unë uroj edhe shpresoj, anipse kjo temë ka filluar të hapet më shumë edhe të flitet më gjërësisht në publik prej kohës pandemisë së tutje, po si që thatë edhe ju vazhdon të ngelet një temë tabu dhe ende kemi nevojë që ta vetëdijsojmë ndoshta popullatën e Kosovës në përgjithësi, sa e rëndësishme është që t'i kushtojmë rëndësi shëndetit mendor dhe që nuk është turp t'i drejtohemi një profesionisti në momentin që ne e ndjejmë të nevojshme këtë gjë. Mirë, ky është fundi i hapjes së kartave të raundit të parë. Tregom si po ndihesh në këtë pjesë. Mirë, shumë mirë. Shumë familjare ndoshta me ambientin, edhe kom një farë qetësie, Luana. Unë të falenderoj për këto karta dhe për çiltërsinë që je duke e treguar sa i përket personalitetit tënd. Është koha që sërish të rikthehemi muzikës për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, ndërkohë që vetëm pas pak vim me raundin e dytë të hapjes së kartave nga i Belinda Halilje. Të dashur dëgjues, jemi sërish bashkë në valët e Radio Kosovës, po ju shoqëron emisioni Hynesha e tash është koha për raundin e dytë të hapjes së kartave të psikologes i Belinda Halilje. E gati. Të zgjidheni një kartë nga e kaluara. Me të parat tash, çfarë mendimesh të pakëndshme keni zakonisht për atë që keni diskutuar? Kur rikthehesh në të kaluarën tënde dhe bën një rezume të përgjithshme, cilat janë mendimet më të pakëndshme që të vijnë në mendje? Ndoshta që nganjëherë jam ngutur për të marrë ndonjë vendim të caktuar, cili nuk është se nuk e kam kthye, shumë shpesh e kam kthye. Ndoshta s'po di një mendim që më vije kështu si ndjer ndoshta, është që për shembull kam thënë që kur nuk e bëj më. Dhe ke bërë. Dhe e kam bërë. Cila është ajo situatë, nëse ka diçka që më kujtohesh me ne? Për shembull në një X ambient të caktuar familjar, kam thënë që kur nuk e bëj më një veprim të tillë, dhe e kam bërë prapë. Me thënë, ose edhe qoftë në aspektin e shoqërisë për shembull, ose edhe një sherr të caktuar, kur jam çortuar, për shembull se sherrët e mia nuk kanë qenë të qëllimshme. Cili është sherri më i mirë që ke bërë tash, kthehemi prapë në familji? Me që po flasim për të kaluarën. Sherri më i mirë, ndoshta ka qenë dhe ma pak i damshme, po më shindoj, ka qenë kur kam lëvizur, ndoshta kur kam ndruar gjithë pjesën e orendive të shtëpisë, dhe kur kanë ardhur, kanë gjetë një për shembull një ndryshim të koltuqeve ose gjërave që kanë qenë të rreshtuara. Se mbaj mend që kemi pas shumë kështu stoli gjëra interne në dhomat tona, edhe për shembull kom pas këtë pjesë me bë, domethënë ndryshime të cilat nuk kanë qenë pjesë e ime. Po flas kur kam qenë pak më e rritur. A je çortu pastaj prej familjes? Po shumë shpesh jam çortu, nganjëri kanë kthy prapë në vendin e vet se po na pengojnë rutinat ditore e tjera. Edhe e kam dhe tash, jam person që shumë shpesh i godas për shembull orendit ose gjërat me pjesët e trupit. Dhe kjo ndoshta ka qenë pjesa ku ne kom qenë më e zëshme, kom pas thirrma për shembull për shkak se jom vra.
edhe ka qenë ndoshta pjesa ku gjithmonë më kanë qurtu dhe më kanë thonë po ti ku i ke syt që nuk po e sheh ose pse po lëviz kaq shpejt e tjera e tjera. E kom pas një iniciativë të jashtëzakonshme si fëmijë që edhe tash e kam, nuk e kam humbur, domethënë është pjesë e fëmirisë, marr iniciativë, domethënë veç përmendet një gjë, më thëmë, okej, tash se unë e bëj, ose unë e sjell. Dispozicion total. Edhe kjo ka qenë ndoshta edhe në fëmirinë e hershme e tij. Nuk e kam humbur këtë veti. Gjithsesi është shumë e bukur. Çka thotë tashmë në këtë pikë zgjidhni një kartë? Mohimi është një mekanizëm mbrojtës në të cilin ekziston një refuzim për të pranuar realitetin duke pretenduar se ai nuk ekziston. Për shembull, një person që ka një varësi e minimizon ose nuk e njeh atë, duke pretenduar se e ka nën kontroll duke mbrojtur veten me pretendimin se ai ose ajo ja del mirë në punë dhe në marrëdhënie. Kur dhe si e përdorni mohimin si mekanizëm mbrojtës, jepe një shembull. Nuk e di pse, po nuk më dukesh fare njëri që i mohon. Jo, edhe kesh të thonë, që unë punoj kaq shumë me njerëz që mohojnë çdo ditë ose çdo moment të jetës së tyre. Nëse përjeton një epizod depresiv, ti ke mohuar për shembull gjën më të bukur në jetë, që është jeta yte, që është dita një ditë e plotë e jetës tënde, ose qoftë edhe një orë e caktuar e jetës tënde. Unë njihem dhe jam e tillë si person që unë e jetoj çdo moment, e jetoj, e shijoj, e vlerësoj edhe e komplimentoj me thënë veten në bazë ditore, dhe një karamele të vogël unë e shijoj edhe e bëj kaq të ndjerë dhe nga njerë ma thonë se një karamele ke ose një copë çokoladë fix. Me thënë mos e bëj namin tani për një gjë të thjeshtë. Unë nuk i bëj që ja di vlerën jetës deri në detajin e fundit. Jashtëzakonisht shumë. Vlerën jetës edhe njerëzve që i kam pranë. Çka të ka shtyrë t'ja dish vlerën jetës kaq shumë? Ke pasur ndonjë ndodhi në të kaluarën? Apo po, ka pas njerëz shumë të dashur në jetën time, persona të jashtëzakonshëm që kom pas marrëdhënie të pacenueshme me ta dhe nuk jetojnë sot. Kjo ka qenë ndoshta një nga pikat që unë tash nuk i lë gjërat për nesër ose mas nesër, i bëj sot, i bëj tani, i bëj në moment, dhe kujtoj dhe bisedën tonë bashkë, që më the je sigur që do vish, dhe thash po, dhe e them, dhe i tillë është momenti im, i tillë jam si person, si personalitet. Me thënë, i ndjej gjërat dhe i bëj. Asnjëherë nuk them që kjo për shembull të mohoj diçka, sepse e di që është prolongim, vetëm e shtym për ma vonë, se nuk e kemi me patjetër, është pa qare kemi me ballafaqu. Dhe në momentin që ballafaqohemi, mandej është hala ma e dhimbshme, se i bie që të dhëmb shumë, sepse ti e ndjen atë, e mohon dhe të vije momenti kur duhet të ballafaqohesh. Kështu që ma mirë është të ballafaqohesh në moment, e shef, nëse ja del mirë, nëse s'ja del ka forma tjera, nëse është gjë që nuk mund t'ja dalësh, kaq e dorëzonte të tjerë që mund t'ja dalin, edhe jeta vazhdon e bukura për mos me i mohu gjërat është sepse ti mëson që t'jetosh dhe mundësitë që ke, edhe të heqësh dorë nga mundësitë që nuk i ke dhe nuk janë për ty. Nuk janë tuat. I Belind, ka ndonjë rast të caktuar nga e kaluara jote që nuk e ke bërë ndoshta në momentin që është dashur dhe sot je penduar? Po, mu pendu ndoshta jo, sepse e kam gjetë një formë tjetër që kam kompenzuar, po themi, por që kam bërë, ndoshta që kam bërë gjëra të çuditshme nga njerëz, sidomos në fëmijëri, por ndoshta nuk është si pesh, nuk është pendim, por them që jo, po them për gjëra që si ke bërë, për gjëra që ke thënë do i bëj nesër dhe në fakt si ke bërë kurrë. Jo, nuk është që ka ndonjë gjë që nuk kom bo. Nëse kom thonë diçka e bëj e kom bo. Do me thonë prej fillimit e ke jetu momentin. Sinqerisht, edhe nëse jo më rrëdzu për shembull, më kanë thonë që nuk mund ta kalosh, po e zëm një barierë. Ndoshta nuk mund me thonë as barierë, po më kanë thënë që nuk mund ta kalosh këtë, se mund të rrëzohesh dhe për shembull e shef e kam një të qartë.
Si rezultati i asaj, a? Do me thënë, më kanë qitur dhe më kanë vendosur, për shembull, dhe rregulla strikte të cilat dhe i kam thyer, nuk është që nuk i kam thyer, dhe kam shenja në trupin tim e fytyrën time që unë po të them që kam qenë një gocë Ato e në pele, në ekstrem shumë kuptimin çapkëllëqe. Pa bëra kam bërë. Mirë po mandej kam mësuar që shif se kjo do me thënë nuk bëhet dhe nuk është për mua. Ose për shembull në situata të tjera kur më kanë thënë se Ruse ga bën edhe e bën të zëshëm këtë mendim që e ke dhe imediat ka qënë dhe me thënë. Nuk kam hezituar edhe e kam pasur një brutalitet në aspektin e sinceritetit, cilin i ruaj dhe sot, po e kam menduar, e kam thënë. Nuk ka pasur rëndësi a ke qenë president, a ke qenë hoxh, a ke qenë prift, a ka qenë imat, a ka qenë imema. Do me thënë e kam thënë dhe kaq. Çka thotë e ardhmja dhe e fundit për këtë raund? Është pak a shumë e njëjtë me kartën paraprake, flet për qëllimin për cilin do të punosh, propozoj ta ndrojmë. Okej. Me shumë kënaqësi. Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një vendim në lidhje me temën për cilën keni folur, si do të veproni për ta arritur atë, për ta thjeshtësuar. Ka ndonjë vendim që po pret ta ndërmarrë për jetën e saj i Belinda në një të ardhme shumë të afërt? Zakonisht unë nuk jam person që planifikoj shumë afat gjatë, planifikoj shumë afat shkurt, edhe i kam objektivat shumë reale, nuk kam objektiva do të shkoj për shembull fiktive. Po, nuk i kam të tilla. Do me thënë, edhe zakonisht jam person që nuk është që nuk jam spontane, por dhe këtë spontanitetit ja bëj pakës yzmetin që thuhet në gjuhën popullore. Dhe jam person që jam shumë me kokë me këmbë në tokë, po se po dhe me kokën esull. Me thënë nuk e kam të pjesën e të menduar që shif se ndoshta bëhet, shif se ndoshta ti vije fati kështu ashtu. Unë besoj shumë që puna janë, determinanca janë, edhe në një farë mënyrë shumë të sigurt është edhe këmbgulja për me çu diçka tutje. Që e zgjedh për shembull ose të ndihmon ta realizosh një vendim caktuar. Natyrisht. Dashur, në këtë pikë të emisionit unë kam zakon të pyes hyjneshat se sa janë të lidhura me pjesën e artit. Ne vetëm e folëm këtë pjesë që familja jote ka qenë në një farë forme e ngazëllyer edhe me pjesën e artit, po ndoshta jo shumë me muzikën. Si qëndron me muzikën i Belinda? Sa ka kohë të dëgjoj muzikë dhe sa e dëshiron atë? Unë dëgjoj shumë muzikë, talent nuk kam asnjë fije në muzikë. Jam rritur në një familje që nana ime ka luajtur disa instrumente muzikore, nuk është që nuk kam vesh për muzikë. E shijoj muzikën ekstrem shumë, pëlqen muzika klasike, jo më rrit me to, jo më rrit me këto plagzat e gramofonit të gjithë, ndështa klasikët botror i kam dëgjuar, por çuditërisht nuk e kam një fije talent ose në zë, po themi, për të nxjerrur një notë të caktuar. Nuk kam pasur fatin e mirë ta vazhdoj shkollën e muzikës, pavarësisht dëshirës prindëve të mi, po kushtet nuk kanë qenë aso kohë, kur unë kam qenë në moshë për ta ndjekur, ndoshta sepse nganjëherë ndjej dhe mungesën që nuk e luaj dot një instrument muzikor. Gjithsesi sa dëgjon muzikë? Shumë. Tepër, do me thënë çdo moment që e kam, unë jam lidhet me muzikën. E dëgjoj muzikën, më pëlqen muzika, e shijoj dhe në një farë mënyrë i admiroj njerëzit që bëjnë muzikë. Cila do të ishte një këngë që ne mund ta plotësojmë për ty sonte? Grupi U2, kënga One. Mirë, unë do të los deskon e muzikës që për dëshirën e hyneshës ime për sonte të dëgjojmë bashk grupin U2 dhe këngën e tyre One, ndërkohë që ne rikthehemi vetëm pas pak me raundin e tretë dhe të fundit të hapjes së kartave nga i Belinda Halili. Kemi dëgjuar kështu bashk grupin U2 dhe këngën e tyre One vetëm për dëshirën e hyneshës ime për sonte i Belinda Halili, e cila po besoj se tani është gati për hapjen e raundit të tretë dhe të fundit të kartave të jetës së saj. Zgjedhni një kartë nga e kaluara. Marka fundit asha? Po. Në lidhje me ato që sa po diskutuat, çfarë ju ndihmon më shumë, njerëzit, situatat apo rrethonat?
A është e njerëzve, e situatave apo E të trijave bashkë mendoj, nuk mund t'i ndoj, ka për shembull një rrethone caktuar që e sjell një person të caktuar, që e krijon një mundësi të caktuar, sikur kjo e jona tje për shembull. Mandej ka njerëz të caktuar të cilat i bëjnë rrethonat bashkë me ty. Që kjo është e bukur, ndoshta e të qenit në një marrëdhënie sociale. Sa je e përshtatshme në rrethona të caktuara? Unë jam shumë person analitik, edhe nuk mendoj që një rrethone caktuar mundet me mqit komplet për sistemit edhe me vendos diçka për mu. Fatmirësisht nuk është që jam përballë me situata shumë emergjente, po me ato që jam përballë, kam rrit një farë lloj qetësie, kam një farë lloj analitike dhe mendoj që nuk ka kur gjosh shumë të keqe. Ka ndihmuar edhe kjo pjesa e të qenit psikologe në këto rrethona? Unë mendoj që Psikologjisë? ndoshta e kanë formësuar dhe e kanë forcuar akoma më shumë. Sepse e tillë kam qenë, nuk është që nuk kam qenë person analitik edhe më herët. Qartë. Ndoshta një të mirë, shumë të madhe, po të njëjtën kohë dhe një jo shumë e mirë është që unë jap mundësi pafund. Po mandej kur marr një vendim nuk kthehem prapa. I bie që ku ka vijat kuqe nuk kthehesh. Sinqerisht. Dhe këtë e bëj në sajë të asaj që shterën të gjitha mundësitë, edhe logjike, edhe fizike, edhe psikologjike, edhe sociale, edhe të gjitha. Prandaj po them që të tri kombinimi të trijave është çështja ndoshta është potencë e kësaj çështje. Si qëndron me faljen i Belinda? Më shumë fal apo të falin? Në kuptimin e situatës. Mendoj që është e nduardhshme, ndodh në të dy rastet, po unë njihem për person që fal shumë, që jam i kthyeshëm, po themi deri te pikat, deri te vizat e kuqe. Po mandej e kam një farë stuhie me të cilën mirrem unë derisa e qetësoj dhe pastaj nuk ekziston fare ajo gjë për të cilën për shembull po themi që është dashur ta fal ose mos ta fal. Mirë, çka thotë tashmja në këtë pikë, si dhe një kartë. Projekcioni është një mekanizëm mbrojtës në të cilin ne ja atribuojmë mendimet dhe emocionet tona të pakëndshme të tjerëve. Për shembull, një person që shfaq sjellje armiqësore mund të akuzojë të tjerët se kanë diçka kundër tij ose saj në të njëjtën mënyrë. Kur dhe si e përdorni projekcionin si mekanizëm mbrojtës, jepë një shembull. As te kjo kartë nuk më dukesh fare që je. Jo, Elvana, nuk jam, unë nuk projektoj asnjëherë, nuk kam projektuar as si fëmijë. Nganjëherë kam pas tendencë me i marr për mbi supë edhe fajet e tjerëve. Me qenë, domethënë bajraktar në përballje. Është të çuditshme. Po ndonjëherë për me çetsu situatën, ndonjëherë për me pështu për shembull dikon që po themi është gjetë në një situatë problematike e tjera. Për ndryshe nuk është që e përdor kështu, mirë po në punën time më has të punoj shumë me njerëz. Dhe e kam ndoshta një nga pikat më të forta të profesionale që i mësoj edhe njerëzit që vinë me të tilla për shembull kërkesa që filani jam fajtor, nuk jam e tjera, i mësoj që për sjelljen tonë, për veprimin tonë, për komunikimin tonë, nuk është përgjegjës tjetri, pavarësisht që mundet më ardhë të pika që dëshiron me ta tharu ose me të nxjerr prej kontrollit, është në veten tënde mënyra për me menaxhu këto. Impulsi menaxhohet, secili prej neve ka impulse prej më të ndryshmeve. Ato janë bazë e biologjisë tonë, impulse, mirë po na kemi përgjegjësi njerëzore, morale dhe individuale për me mësu me menaxhu impulset. Me mësu me menaxhu me marr përgjegjësinë e të qenurit, për shembull përgjegjës. Në një diskutim ku dy njerëz po themi janë nxjerr gjakrat dhe kanë filluar të nxjerrin fjalë të paposhtashme kundrejt njëri tjetrit, nuk është me rëndësi kush e filloi, është me rëndësi kush e vazhdon. E vërtet. Edhe kush është më koshient të gjej modalitetin, nuk po themi që tërheqja nuk është ndoshta pika më e fuqishme në personalitetin e dikujt, sepse kjo tregon që unë nuk jam person i cili dua që në moment të zgjedh diçka. Se nganjëherë është e pamundur, edhe bën gabim dhe më të madh, dhe ndoshta shkakton po themi, një ngërç për një diçka që absolutisht nuk është e nevojshme. Prandaj, si mekanizëm i tillë mbrojtës, nganjëherë të disa raste është edhe shumë i fuqishëm që ja merr dhe një pjesë goxha vitale të jetës.
që nuk ishte dashur me qenë. E dashur me qenë se jemi drejt fundit, dua një pyetje komplet jashtë kartave, edhe si personalitet, po edhe si psikologe, si e sheh sot shoqërinë e Kosovës. Ka tendenca që jemi bërë një lloj shoqërie toksike, nuk është më ajo energjia e mirë që na ka karakterizuar si popull, po flisni gjatë gjithë kohës që edhe punoni me shumë njerëz në përditshmëri, si e sheh ti nga këndvështrimi yt? E nuk muj me thonë toksike, nuk muj me bo një krasem, që kam dhe mu shumë, është që na po shëndruemi në një shoqëri që po e humb pjesën ma të bukur që e kemi pas, vetë edukimin, vetë reflektimin dhe vetë në një farë mënyrë dhe vetë ndeshmërinë, sepse ne nuk po e nderojmë veten tonë dhe nuk kemi si ta nderojmë personin që e kemi në krah. Edhe çuditërisht që ndoshta është pika që më dhe mas shumë të është që na nuk jemi të lexu si shoqëri. Domethënë po degradojmë në ignorancë. Përse ne i referohemi rrjeteve sociale dhe shkrimeve në rrjetin social si burime ekskluzive të marrjes së informacioneve. Ose tash po, që sinqerisht është për të ardhur keq, sepse shumë shpesh njerëzit më thonë për shembull pyete ChatGPT-n, nuk e di domethënë, unë nuk po them tash që duhet me i selektu dhe me i lexu 45 artikuj shkencor, po nuk duhesh me i lexu vetëm titujt e artikujve shkencor edhe me e përdor një përqindje të cilën e kanë qit në Facebook. Më duket që artikujt shkencor janë pjesë e rëndë, se ne në ditë të sotit s'po i lexojmë as përmbajtjen e portaleve, përveç titullin, edhe domethënë e marrim si informacion të bazuar dhe të konfirmuar vetëm titullin. Dhe është ndoshta që kjo është pika që mas shumë të duhet na me bo thirrje që njerëzit me e u familiarizu me librat, se kanë harru që ekzistojnë. Edhe me librat edhe me bërthamën e informacionit, jo veç me titullin. Edhe në qëse e lexon një gjë, mos e merr të qëndësish me pa u lumtuar, sepse nuk është e tillë. Fiks. Çka thotë e ardhmja dhe e fundit fare për këtë edicion? Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Mirënjohja është një nga rrugët e shkurtra më të mira për të arritur paqen dhe kënaqësinë e brendshme. Rëndisni të paktën 3 gjëra për të cilat ndiheni mirënjohëse në këtë moment në lidhje me temën që po diskutoni. Ne folëm nga perspektiva jote e familjes, tek rrita, nga e kaluara, tek e tashmja, ndërkohë që kur i bëjmë bashkë të gjitha këto, cilat janë 3 gjëra për cilat i Belinda është mirënjohëse në jetën e saj? Unë jam ekstremisht shumë mirënjohëse për ato dromca dashurie të pakushtëzuara që mi kanë dhënë në jetën time. Pa fond, domethënë. Sepse kanë qenë pikat më të fuqishme që më kanë bërë njeriu që jam sot. Sepse kam mësuar që duhet të duash pa një kusht. Është gjëja më e bukur, është gjëja më e vlefshme dhe pasuria më e madhe që mund ta kultivoj një person te vetja e tij. Po japim sot dashuri mjaftueshëm apo edhe kjo është bërë një lloj biznesi? Të kushtëzuar po, por të pa kushtëzuar shumë rrallë e has. Dhe kur e has, domethënë çuditesh sigurisht. Nuk është që çuditem, po e ndjej edhe e shijoj në moment. Kur është e pastër. Sakt, kur është pa kusht. Gjëja e dytë për të cilën jam ekstremisht mirënjohëse dhe kjo është ndaj vetes time, është që unë kam punuar fort pavarësisht pengesave, gjërave të tjera që i kam pasur karshi shumë aspekteve, po qoftë në aspektin e karrierës, qoftë në aspektet e tjera. Do thënë jam mirënjohëse vetes time që i ke rezistuar. Jo, ka ndodhur zhgënjeve, nuk është që nuk ka ndodhur, por kam arritur që ta menaxhoj momentin, t'i thras mendjes edhe t'i bëj gjërat edhe të punoj shumë për gruan e ëndrave të mia. Të punoj jashtëzakonisht. Jashtëzakonshme. E treta? Dhe e treta, jam shumë mirënjohëse, po pafund mirënjohëse personit që më ka besuar detyrën e parë si psikologe në institucion. Wow, kush është ai person? Është një person i cili udhëheq një qendër të shëndetit mendor dhe sot bashkëpunoj ende me të, është zotëri Safet Blokaj, që më ka besuar klientin ose pacientin e parë si psikologe klinike, po thejoj. Mirë, e jashtëzakonshme, e gjithë historia e jetës tënde, mbi gjitha formësimi yt personal e profesional, për t'ju dalë ballë gjërave të ndryshme që mund të na sjellë jeta, sepse kuptohet që jeta nuk është e lehtë për
secilin prej nesh. Gjithsesi i ke rezistuar fort edhe mençur do të thoja të gjitha stuhive që ke pas mundësi me i pas në jetë, por edhe mirënjohëse për të gjitha sukseset dhe për atë që je sot. E dashur krejt në fund të këtij emisioni dua të të pyes se cili është reflektimi yt mbi veten tënde, tani që mbyllëm pjesën e kartave dhe folëm për shumë perspektiva të jetës tënde. Wow. Ndoshta një gocë që ka guxuar të jetoj shumë gjëra, të cilat gocat moshatare të mijat ende nuk e kanë guximin, person që ngre zërin jo vetëm për dëshirat dhe qëllimet e saj, por dhe të tjerëve, edhe një grua e cila do bëhet çdo ditë deri në frymin e saj të fundit. Shumë e bukur. E dashur, faleminderit shumë për pozitivitetin e madh që solle në studio dhe për çiltërsinë që tregove duke folur shumë gjëra nga perspektiva të ndryshme të jetës sënde. Faleminderit, kënaqësi edhe në të njëjtën kohë të pata si pasqyrë, domethënë reflektoja në raport me ty dhe ke ndjenjë shumë e bukur. Unë të falenderoj shumë edhe të uroj shumë suksese. Gjithashtu dhe unë ju falenderoj, sukses tutje. Të dashur dëgjues, kemi qenë kështu në një bashkëbisedim shumë të këndshëm dhe shumë pozitiv me psikologën klinike Belinda Halili. Me mua Elvanën dhe një hyjnësh tjetër bashkë takohemi javën tjetër. Deri atëherë, gjithë mirat.